aktore, por edhe pensioniste tashmë. Kënaqësi që ju kemi në Djela Vlen. Valdete Kadriaj, mirë se erdhe, juriste. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe kemi avokatin Azdran Bytyqi. Faleminderit, kënaqësi që të kemi Azdran këtu në Djela Vlen. Se të drejtova me avokat, këtu jemi Azreni. Okej, lidhjet familjare janë diçka shumë e rëndësishme, që vërtet kështu në ndërdije e dim rëndësin, po praktikisht sa ka humbur, Zoti Sadodin? Lidhjet familjare akoma vazhdojnë, po jo ashtu si kanë qenë viteve 90-at, kisha me thonë. Ashtu edhe koha në cilën jemi gjendë, që shumica njerëzve ka qenë pa puna, pa angazhime. Unë vetë, kur më thej këtë dikush nuk po kam kohë u habitësha. Tash përjetoj vetë ato, se me të vërtet koha për bënd vetën, edhe për mja kushtu ma shumë lidhje familjare, edhe të afërm me përgjësi, të afërm me të afërm që janë, po edhe jashtë një rrethit pak ma të gjanë, është shumë e vështirë, po mjafton ashtë ta ka njerë, po vetë mjaftu me ato, që mi kontaktu në telefon, mi pytë. Po, rrjetet sociale e kam bot vetën, prapë. Rrjetet sociale, po ashtu pishumë që janë mirë, për para, qka do që i kanë ndodhë, jem shku një përhajrë, një tasht, po mjafton në përmes rrjetëve sociale, mi uru, si për edhe ato jo me marë mundir me shkru, po thjesht me që një foto për festat ndryshme për shambull, vish një foto, ose ndryshe. Zonja Abatje, sa të pengon kjo gjë ty? Se zakonisht kritikat më të ndoja i marim nga më të moshuarit. Po, zakonisht pak na që jemi tasaj kohë që kemi jetu, ne, është ma ndryshe tash. Atëre ka pas një... Ku menon që është problemi? Problemi është dembelia pak apo lodhja për me pritë me të tjilë musafir? Lodhja, edhe puna, tash janë të punësum të gjithë. Në atë kohë, nune, kur jem kanë të rallë, jemi kanë bashkësin familje, edhe me vjerëje, me kunete, me o konë një shtëpi me plot njerëzi. Edhe o konë familja është si një lisë me ranje që qëtë dega treja. Qashtë edhe familja zgjerohet, është mirë se cila familje e ka atë regullin e familjes vetë. Edhe pse ka shku koha, prapë gjithkush e ka qysh me thonë regullin, traditen, dikush e runë ma shumë, dikush ma pak, mbarët edhe këta të rritash qysh t'i shofin edhe pak ma të më shumit. Nuk po thamë që krejt kanë hup, as i shala kur nuk hupin, i shala gjithëhere janë traditat, po jo sa duhet. Se tash janë puna, une e lotek puna. Kur jemi, Rajmunda, për shambull, ti personalisht, shka me ndonë? Ne, si popull, zakonisht ankohemi që nuk ka pun, nuk përgjejmë pun, për diri sot të gjithë pastaj kemi pun, a është vetëm për çështje që mos më taku me njerëz, apo si e me ndonë, për shambull, në këtë kohë që jemi? Personalisht, unë jam shumë angazhune me pun, do është edhe me ndo këtë një përvojtimën personale që kam pas, po ka qenë periuda e doktoratës kër e kam përfundu, ku prej orarit punës kam shku në shtëpi edhe me njëherë kam pas qasje në kompjuter. Edhe kjo periudë kohurëm ka zgjatë dikun 2 deri në 3 vite, unë u shkëputa komplet prej familjes gjerë. Ajo ndjenja gradualisht filloj me mlodh edhe fillova si me thonë me umbyll në vetën time, sepse kontakti dal nga dal filloj të më humbi. Edhe e kam pat impaktin negativ që ka pas që ajo periudë kohore në përgjithësi tek vetja ime. Mandej mu ka dosht mua t'i ftoj ata, t'i afroj, t'i thëras në dreka, në dorka, ta rikryoj edhe njëherë atë lidhjen që një paka shumë e shkputa gjatë kësaj periudhe kohore. Unë mendoj që angazhimi është fakt, sepse gjithë tash jemi të angazhuar, mirë po pak është edhe problemi tek gjykimet e shumta që sot zhvilluan si tek ne si shoqëri, nëse më përpara kemi qenë më pak të kompleksuar për ta ftuar dikon, sot jemi më shumë kompleksuar, a është shtëpia e rregullune, a kemi ushqimin e mirë, a dukemi mirë, dhe këto gjëra të paktën mua më ngarkojnë për ta ftuar dikon shtesë. Përpara besoj që edhe nëse ka shku musafir ka qenë paka shumë shoqëria ka qenë e barabartë. Ndërsa tash këtu dallimet shoqërore e sjellin një farë kompleksiviteti tek secili individ. A duhet me pas komplekse brenda familjes? Unë mendoj që nuk duhet të kemi, po që kam po që ekziston realisht.
tash dirisa të organizohemi për me I rregullu krejt ato gjona, ne po e anulloj komplet një takim. E vërtet. Pak të unë e shoh kështu në jo vetëm familjen time, po në shoqërinë në përgjithësi. Në bisedat që I bëni me sepse gjykimi edhe kjo ana të ke shiqu krejt gjonat, po na lodh pak për me organizu një nej, ose një dark, ose një muhabet këndshëm me familjarët e tonë. Azren, personalisht ju, si mundoheni me I rujt raportet familjare dhe sa është e rëndësishme për ty? Pavarësisht punës që e ke ndoshta non-stop. Mundohem. Dhe është bara tek burri apo tek gruaja që të mbaj shoqërinë edhe familjen përreth dhe afër? Unë mendoj që do ta motivojmë njëri tjetrin. Sepse kur e kupton që familja është institucioni më I rëndësishëm në këtë botë, sa I përket nevojave tua, qoftë për ditë mira, qoftë për ditë vështira, e kupton që ata janë obligim dhe përgjegjësi sepse ti ka caktuar Zoti mi pas lidhjes gjakut edhe duhet mi kultivu lidhjet. Aq më shumë raste ki dhe motive shtesë për shenjtrinë e familjes, për shpërblimin të Zotit që I ruan raportet me familje, që janë domethënë stimul shtesë për këto raporte. Për te I kësaj, se tash mundohem edhe na kem dinamika dhe pajtona me doktoreshën që dinamika shoqënore e përcakton një trajektorë ndryshimi, sidomos këtë fazë modernitetit ku njerëz janë tjetërsuar shumë nga një jetë shumë dinamike, me një jetë urbane, jashtëzakonisht materialiste, e cila e zhvesh njeriu nga shumë kapacitete për me I rujt, mi mirëmbajt mënyrën e dur, mi kultivu traditat. Mendoj që si shoqëri, ajo që ka ke pyetja fillestare dhe rëndësishme mendoj për temën është që ne kemi një transformim shumë të madh kulturor. Domethënë nëse para luftës ka pas një farë lloj homogeniteti moral shoqënisë, ku familja ka qenë shumë e rëndësishme dhe ka qenë institucioni mbjetesës edhe I organizimit përbashkët, pas luftës, pasi që I kena realizu idealet si shoqëni shlirimin, është transformu dhe është dobësu institucioni familje, sepse janë kriju familjet e vogla, ka fillu domethënë emigrimi dhe migrimi, edhe dalja jashtë mos madhe, po dhe zhvendosja në qytete, jeta urbane, lyp një angazhim shumë madh për mu adaptu me traditat e reja, ku secili është I huj brenda një ambienti të ri, edhe kjo bën ajo shkërmuqjen graduale të familjeve të mëdha dhe rujtin atyne traditave. Natyrisht që kjo është tash shumë e theksuar në këtë fazë modernitetit ku njeriu është shumë individualist, dhe më thonë ku qatë kohën është që kish mujtë mja kushtue vizita familjare pritën, sepse ka një komoditet që e merë telefonin edhe këqyrë qatë dënë, edhe dhe më thonë e dënë qatë faratin që në realitet Zotin a ka kryu me pas një farë kohë me vetën tonë më mirë, me pas një farë loj vetëmije, nga lodhja përdeshme me fmi, me punë, me I siguru të ardhënat e tjere, që ajo ndoshta angazhohet shumë me vetëmi, edhe kryon një farë loj mos nevoje që mirujt mënyrë shumë substancial, fuqishëm I rujt raportet familjare. Kjo nuk vlen ndoshta vetëm për rajonet, fshatrat, njerëz që jetojnë fshatra që ende nuk e kanë atë shkputjen e madhe të sistemit vlera që kanë pas para luftës. Domthonë hala jetojnë familje pak më të mëdha, me mentalitet për me mbrojt njëri tjetrin, me shku mi vizitu njëri tjetrin, është jeta më e ngadalshme. Ata cilët jetojnë në qytet, mendoj që e kanë jetë shumë më të shpejtë, ku çdo gjosh, çdo sekondë, çdo minutë është shumë më I vlefshëm, edhe rrjedhimisht mundësia për me pasi lehtë me koordinu një agent që vazhdimisht me vizitu të afërmet, pothuajse është e pamundshme kështu me pas që ka njerëz në fshatra. Dhe kjo mendoj që është krizë edhe proces I transformimit social të gjitha shoqënive në tranzicion. Krejt ata që ndolë modernitet nuk mendoj që na I shoqëni në botë, përveç Amazonës ose vendeve që janë shumë rurale, Pakistan, Afganistan, që jetojnë alo me një farë fryme mesjetare, ose në Afrikë që alo nuk kushtar civilizimi materialisht fuqishëm me të mirat e saj, nuk janë të prekun për këtyne problemeve. Na si shoqëni moderne jem prekun sikurse perëndimja, sikurse lindja nuk dallojnë a shumë. Sidomos bara e prindërve tash, Donika, është shumë edhe për me I qu fëmijët në shkolla, me I marrë prej shkollave, do më thonë është qaq intenzive, besoj e din sidomos nanat e kanë atë gajle shumë, po edhe babat, pse jo, që zgjohen herët me I qu fëmijët në kopsht, mbesin trafik, me
shku në punë, e mande e njëjta përsëritet në kohën e pas ditës kur lirohemi. Bëhet ora 6, na shkojmë shpe, edhe nuk jemi mo për kur gjë. Shumë e vërtet. Sa ndikon kjo psikologjikisht? Realisht, ne zgjedhëm se çka duhem me vendos primare. Në familjet moderne që përbohet prej nanës, babës edhe fëmijëve, sot prioritet për secilin prind është fëmiu i tij, edhe ne zgjedhim kohën më të madhe ta kushtojmë për fëmijëve tonë. Edhe besoj që krejt rëndësia sot kalon tek bashkëshorti, ose bashkëshortja edhe tek fëmijët e tyre. Pastaj fillojmë me këto të gjyshja, doja, halla edhe kështu me radhë. Unë mendoj që është zgjedhja se cilit individ. E vërtet që koha neve, puna, ngarkesat, po na sfidojnë në këto fusha, vizitat e familjarët, po na mundemi me pa në moment që na smuret një familjar gjejmë kohë gjithçysh për ta. Edhe është zgjedhja jonë personale, sepse e shohim që vetë çka e qesim primare. Nëse ne vendosim të rëndësisë së parë vizitën të familjarët, kemi me gjetë kohë. Mandej është edhe shumë e vërtet që ngarkesat e përditshme, streset në punë, mandej detyrat e shumta të fëmijëve, sepse gjithë nonat edhe baballarët sot ankohen që fëmijët po kanë shumë detyra, edhe në momentin që vijnë prej punave duhet direkt më shku dhe me ndihmu fëmijët në detyra, po shpenzohet koha në shpe, edhe po kalon koha sot që nuk po mendoj që është edhe një pjesë çka e vendosim na si primare, si prioritet joni. Mirë po me të vërtet që jemi në një kohë super të ngarkume, edhe shumë produktive, jemi të në kohën në lëvizje, të në kohën të punu, si ku nanat edhe baballarët sot dhe ndojnë përgjësinë e njëjtë edhe detyrat e njëjtë me fëmijët e tyne, në kohë më parë, në familjet e zonjës, në kohën e zonjës ka qenë buri shtëpisë që ka punu, zonja ka qenë shpe, me punë të shtëpisë edhe ato punët edhe musafirët kanë qenë të bollshëm sepse ka qenë kush i pret. Edhe ka qenë një person që u konë ma i pushushëm edhe është marrë me punët e shtëpisë. Sot janë të dytë në puna, shkojnë të dytë bashkë edhe vendimet i marrin të dytë bashkë. Po, jo që nuk na pëlqen koha. Jo. E për para, bile kishim pas qef shumë, e pas, po nuk e ditash. Nësë, po. E që merri vesh njerëzit. Knej po dojmë u civilizu, knej po dojmë me përparu, knej prap, po na mungon edhe familja. Valdete, si e sheti këtë pjesë, si mundosh me menaxhu ti personalisht për vetën tonë edhe sa je e ngarkume? Unë vi prej një komunës Suarekës që realisht na njihemi për familje të mëdhaja, unë vetë kam familjen shumë të madhe, vi prej një familjes që motër e 8 motrave dhe një vlla dhe e mbaj mend më herët kur kontaktet edhe vizitat me familjarët e tonë kanë qenë tepër shpeshta. Edhe faktikisht babi o kanë ai që ton kohë na ka mësuar me majt kontakte, me i vizitu të afërmit, po flas për neve që vim prej rrethave të Prishtinës zakonisht prej Suarekës, mu më është me arë në Prishtinë me studiu, me punu, edhe tash kontaktet me familjarët e mi, jo të ngusht, po flasë për familjarë pak ma të gjerë. Tezës, të agjës. Absolutisht, pak jënë zbe, edhe kjo është pak për keqardhje, se ndodhë shpesh herë nuk isha edhe me vite. Të thotë, sidomos ata që jetojnë në diasporë, se ata kur në kohën e mahershmit, kur të na kanë ardhë ata prej jashtë, na jemi bashku shumë si familje. Do të thotë, takimet kanë qenë shumë të mëdhaja dhe kemi nejtë shumë bashkë, por tash, do të thotë, shkon 2-3 vjetë që na nuk bashkohemi si familje. Shkak ndoshta zgjerimi i familjes, se cili... Mendoj pak ajo, po pak edhe kjo puna, angazhimi që thanë edhe bashkëfolësit e mi ma përpara, kanë diku shumë, jeta dinamike. Na, këto krejt po e arsjetojna dhe po thëmë që rrjetet sociale po na mojnë sot të bashkum. Fatkeqësisht mendoj që jo, se nuk e kemi atë ngrotësinë, sikur që është me u taku drejt për drejt me qata persona, qoftë për një kafe ose një bisedë 5 minuta, se përmes rrjeteve sociale na shumë e lehtë është me fol, po nuk e ndjejmë atë ngrotësinë shpirtënore që e kemi me ta. Sot, une
Kam vllaun që jeton në Zvicër edhe shumë për keqardhje me thonë që kur të vjen në Kosovë do të thotë takimet i kam shumë të rralla me ta edhe Motra gjithmonë ankohen për vlezrit. Jo, realisht ai ankohen për motrat. Jo, në këtë rast ai ankohet për mua, se ai vjen prej Zvicrës edhe kur më thirr më thotë qysh nuk po të vjen marrë, e ki veç një vllaj, s'po më vjen më taku. Po thuj pas ka kush me pa ato. Po, shqyqyr zotit ka kush me pa edhe e takon. Po marrëm shumë kritika, sidomos edhe pej babit, marrëm shumë kritika, të thonë që nuk po i vizitoni, nuk po i thirrni në telefon. Po, une për veti unë isa prej vetës, unë gjithmonë ankohem në vllahun tem, jo s'po më thirr, jo s'vish kur po të kom venon po më thirr. Në ata neve, të anku. Jo, po veç interes, qashto është, e vërtet, sepse shpreh një ankes, një jo knaqësi që mundohesh me gjetë një arsye të ke fundit. Zonja Batie, kush do duhej, të me thënë, nëse tash veç na jemi largu pak a shumë, a është pak edhe hatërmbetje, sepse kush është ma i lirë, mos të këshyrë kush erdhë ose kush nuk erdhë, me shku me vizitu për shambull në këtë rast fëmijët e tu, nëse janë të angazhum, a mundohesh me shku ti atje që me qenë ofër tyne, me qenë se je ma e lirë? Gjithhere mundohem i ofru me konë, une ajo që shkoj vizitoj, po une i kam ofër djemët, edhe pse janë damaz, po punën e bojnë bashk, shkoj vizitoj i shof të tret, e kam një familje shumë të mrekullueshme, edhe nusët i kam trijat punojnë bashk, kështu që e jem një familje shumë e mrekullueshme, gjitha familjet janë të mrekullueshme, gjitha i kanë... Ti qenë ke me fat që i pas ke ofër? Ofër i kam, po, edhe shkoj. Vajza nuk keni, ja? Jo, kam 4 vajza, një familje. Një familje shumë gjë. Nëse i përmendeve s'djem, të 3 djem. Ash mos... I përshëndes 2 familjet, edhe ka ona e ime, e ka ona e burrit, e ka ona e vllaznin, e krejt, se jem familje shumë e madhe. Zoti Sadudin, si e sheh këtë pjesën, a duhet ta shikojmë se kush të kush po shkon sa herë ke qenë, sa herë po vjen? Për fat keq ka njerëz me paranoja. Sepse ka, është e vërtetë. Se sumer, nuk e barazon ato... S'po vi se serdhe. Nuk e qetë në pesh ato se a ki ku ti me shku, apo nuk ki ku. E qetë në pesh, që s'm ka orë, nuk i shkoj. Ka njerëz akoma me paranoja. Në këtë rast, po, ato tani e bindejt e një largim. Ka njerëz që janë ma të lirë, që aty ma herët që u diskutu punat e punësimi, krejt po thujnë janë pa punë, po ankohen shumë për pa punësi, kënena... Pa punë, po. Mirë, po më vorët e nëse ti nuk i shkon 2 herë, as vjen ti në mon nuk i shkon, po ka si raste. Mënu të ata që shkoj, do më thonë se ka mënesh me posë që vetë në do vena nuk të shkohet. është normale, ma ata që moj afërsi, që kam lidhje shkoj, ka njerë kur nuk shkoj, dëgjohëm në telefon me ta, e këm pas një dojt vetëmin, ato, su shku, se nana janë 10 motra, 11 në realitet. Kur nuk u shku jova, pa unë dëgjohëm me dojë në telefon, po qaj, disht i foti, disht shkoj, dhe jem krenar për ato... Ju prapë jeni gjenerat me fat duke pasur 10 motra, 10 vllazën, 7, 8, dërsa gjenerata, në fakt edhe unë jam me fat, jemi 4 edhe mundemi me... Po qka me i bo që tash jënë 2 fëmijë, ose 1, edhe shkon të zvoglu edhe ma shumë, po nashta lidhja kështu shpirtnore në aman. Personalisht, a e beson që edhe kjo ka rol, kur është familja e gjanë, planifikimi i familjes është më i madh në këtë rast edhe afërsia pastaj është... Patjetër që është e vërtet. Sa ma shumë antarët familje, qash ma shumë lidhje, dhe më thënë qash ma shumë takime kime, qash ma shumë këtu realizohen. Vlera unë përdu me cekë edhe një thanje që e kam dëgju më mati e ka qenë, thëtë kush nuk e nderon familjen, mbetet në shpirt i varfër. Unë e besoj shumë këtë shprehje, e besoj shumë për arsye se mendoj që ndjenja e përkatësis është më e madhe, ose ndjenja e përkatësis e ndërton vetë vlerësimin. Pra, ajo që duat të theme këtë është se nëse ti nuk pranosh nga familja jote, qoftë e gjerë, qoftë familja e ngusht, nuk mund të ndërtosh vetë vlerësimin tënë, sepse ndihesh inferior. Sepse çdo herë thu nëse mu familja nuk është të më pranu, nëse familja jem nuk më mbështet, nëse familja jem nuk më
dashuron, nëse familja ime nuk më dën, atëherë si kam më pranu ose si kam më ndosht mu shoqëria. Prandaj, unë gjithmonë me nipat, me mesat e familjes, mundohen që secilin ta trajtoj individualisht dhe ta afroj tu e ngrit vetëvlerësimin të ai, sepse tezja ose halla ty të dënë dhe mendoj që ti je shumë i vlefshëm. Këtë e shoh si parametrin kryesor të tezës, hallës, dojës në familje. Ma kujtove në fakt sa për shaka pak me relaksu bisedën, ma kujtove Blerën që ka thonë kur s'don familja jote, çka do me thonë gjithë çka. Do me thonë, është e vërtet, definitivisht. Sepse në nënvedijen tënde mendoj se e krijon atë ndjenjen e nënvlerësimit, se ti nëse nuk pranosh prej familjes, atëherë nuk je pranun as prej rrethit. Fëmijët që janë të pranun ose që kanë kontakte të mira me tezët, hallat, gjyshin dhe gjyshën, kanë më pak dëme emocionale dhe janë më të mirë, janë më të harreshëm dhe janë më të qasshëm në shoqëri. Pra kanë atë luhatin emocionale kanë më të lehtë, kanë më pak gjasa të jenë në depresion ose në situata tjera. Natyrisht që psikologja e zgjeron më shumë këtë temë. Është ndryshe kur edukohet fëmia edhe nga gjyshja, nga gjyshi, është ndryshe i plotësuar, besoj. Janë disa studime i përmbushur ma ndryshe. Po, janë disa studime që tregojnë që edhe përfshirja e gjyshve në jetën e nipave dhe mbesave ka rezultate shumë të mira edhe akademike, përveç mos flasim për anën e vetbesimit, sigurisë, përkatësisë. Fëmijët në zhvillimin e tyre kanë nevojë të ndihen të pranuar, të dashur, të vlerësuar. Në anën e babën i marrin si që s'kanë qare, ata janë prind të mi, s'kanë qare pa mdasht. Kur e dojnë edhe gjyshrit, edhe tezet, edhe hallat, edhe doja, edhe krejt familjarët, sigurisht që fëmiu fiton sa ma shumë përkraje, sa ma shumë dashuri, vëmendje, që ai zhvillohet me qatë që është në qendër të vëmendjes. Është një studim që thëtë gjyshrit e kanë rolin më shumë se vetëm me biskota. Se gjyshit janë ata që jo apin ëmbëlsira. Dalin prej rregullave pak, e që në duhet. jetën dhe zhvillimin e tyre është më shumë se vetëm që ato biskota. Edhe një gjysh i mirë definitivisht jep këshillat më të mira që një prind nuk ka kohë ose nuk i shkon mendja me këshillu fëmijën. Mendoj që nuk është emocionalisht qartë sa është prindit, sepse prindin për gabaza emocionale tu e mendu më të mirën për fëmijë, nuk e shef realitetin. E gjyshi edhe gjyshja e kanë pak atë nuk janë sa prindrit emocionalisht të ngarkun edhe e kanë më të lehtë të gjykojnë drejt. Jo në bazë të asoj intuitës që ata dojnë. I pa që me jetë gjatë edhe të shëndetshëm gjyshrit tonë, sepse vërtet luaj një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin familjar. Edhe është, më falë, është edhe tërthorazi, sepse edhe gjyshrit duke bashkëpunu edhe duke u marrë me nipat e mbesat ju ndihmon shumë edhe në këtë qeljen emocionale. Po, është ajo kanë më pak tendencë me pas simptoma depresive, gjyshrit të cilët mirën me nipat, me mesat, janë pension, janë të angazhum, që është shumë e rëndësishme edhe përfshira atyre edhe ata përfitojnë. Është ilaçi i shpirtit. Për fëmijë thojnë mjalta, për fëmijën e fëmijëve mjalti. Se kam kuptu, hala nuk e kuptoj, po së shpejti ndoshta do ta kuptoj. Do të kuptosh. Presoj. Azren, që 2-3 herë po duhet ta bëni pyetje sepse e përmendëm pak më herët ne trinj që bëjmë plane familjare. Sa ndikon edhe këto planet që na i kemi në kokë, që nuk janë mundësit edhe na duhet me bo 1 fëmijë ose 2 fëmijë. Do me thonë se kjo direkt na prek ndoshta për të ardhmen tonë për mos me pas fëmijë familjar, djemë të tezës ose vajzat të tezës, gjagjallar. Mendoj që kjo është koncept i gabuar materialist i raportit mes fëmijëve. Na jem krijesa të cilës Zoti na ka sjell dhe fëmia nuk vjen vetë se pa lejen e Zotit. Po, pikërisht për këtë edhe po. Na ka garantuar riskun për nëse këta e non, na jem 3, secili 4 e 5, secili fëmijë dhe secila qenie ka riskun duke besu qartësisht Zotin që qyshja ka kriju, si qyshja ka caktuar riskun pe buberreci, deri në elefant, edhe pa pas nevojë na si njerëz më impliku në raportin që Zoti i furnizon ata. E njëjti koncept është edhe te fëmia. Përkundrazi, unë mendoj që koncepti që ata që kanë më shumë fëmijë ka edhe më shumë bereqet në atë familje, ka edhe më shumë mirësi, është familje edhe më e fortë, ka potenciale më bëni familje edhe më e madhe dhe më e shnosh. Natyrisht që kjo nuk nënkupton sepse ka edhe njerëz që kanë sprova, kanë vështirësi në shtazani mirë, po mendoj që duhet të ekzistojë vullneti përderisa ekziston mosha
dhe përderisa ekzistojnë, domethënë. Mos bëhen gjërat me paramendime. Unë mendoj që nuk mujna na me bëni planifikim, nuk është e drejtë me bëni planifikim tillë kur misioni jonë parësor si njerëz është me riprodhue racën njerëzore, me bo fëmijë, me bo gjenerata, na me shku brenda një cikli ku rritum, zhvilluam, plakum, dalim botën tjetër, pastaj vinë gjenerata tjera. E unë mendoj që është kënaqësi dhe është në tek e fundit një farë përmbushje natyrore e prindit kur lën fëmijë. E mbi gjitha me lën fëmijë të shëndosh, fëmijë të mirë, të hajrit. Sa i përket temës vizita, kisha qef më lidh mas jo më rani. Po, patjetër, po. Profeti Muhammed paqja dhe bekimet e Zotit qoftë mbi to të vizitone ato që s'ju viziton. I dhuroni atij që s'ju dhuron. Moni lidhjet edhe me çato që i kput, që do të thotë mirësia dhe burrëria dhe bujaria e vërtet qëndron te çaj që i viziton edhe nëse ai thotë unë veç unë po vi, ose veç ju s'po veni, na po shkoj. Ankesa që i përmendëm. Do të me, qysh me thonë, dikush do të me dojnë maj mirë se tjetëri. Edhe në emën të raporteve familjare, dhe nëse njën të folë, apo pëta naj fjallë të keqe, do të me mshel vesh, sepse e ki familje, e ki gjak, nuk i ka qënë, edhe e ki obligim i rujt raportet. Nëse ti shkon, edhe sfidon ato, po dhe i shëron, i regulon raportet, cilat janë në natyrshmëritë në raporteve që Zoti na ka kriju. Për shembull, edhe një koncept është edhe koncepti bereqetit në vizita. Edhe qaj që shkon e viziton një familjar ose një të smut, njëhet shumë mirë. Shpirtnisht njësh i përmbushën. Njësh si kur e ke bu një mision fisnik me cilin pretë që Zoti me të shpërbly. Po njëkohësisht edhe ata cilët ti viziton njëhen mirë, jam drejt ditën. Jam drejt disponimin. Ka shumë faktor që aty një ushtot bereqetin shpi në koncepte, qovë në shëndet, qovë në pasoni, në qovë në aspekte tjera. Kështu që nëse na jetoj me këto kuptime në një ku ajo farë homogeniteti i vlera morale është i shputën, se cilje ka atë moralin e vetë edhe mënyrën si që sheshe. Nuk është sikur se para luftës që si shoqëni e kem pas parafërsisht një mentalitet njëjtë, edhe një set pëngjashëm të vlerave morale dhe kulturore, sot do të mi ushqy vetën vazhdimisht për me rujt një trend mos shkputjes, që e kam pas për shembull prind të ranës e gjyshit ton para luftës, në përgjithësi që kanë qenë si shoqëni shumë më të shëndosh, me ma pak smundje, me ma pak vrasje brenda familjes, me ma pak kontekste pronësore, pse se ka dominue mira, marrja dhe turpi moral, ka qenë i fuqishëm, edhe ata që kanë qenë të mirë, kanë pas fri nga gjykimi i tyne, edhe për që ata gjykimi i shtetit ka qenë i paranceshëm. Kurse sot e keqja u përhap shumë, edhe sërstati saj nuk ka më autoritet moral, lidhja familjare do të më shku në përgjykata dhe më bot copë, qo për pruna, qo për divorce, qo për vllaznia, për biznese. Do më thonë jeni në një krizë shoqërore si rezultati shkputjes të madhe morale edhe të vlerave kulturore që i kemi prej para luftës. Azran, mbaje fjalën edhe pak sepse dua të di pak a shumë se ju jeni avokat, edhe sigurisht ju rastësisht i përmendët këto përçarje që vinë edhe deri tek pronat e gjanat e tilla. Si qëndrojmë ne si shoqëri me këtë tani në këtë kohë? Po, mendoj që nëse marrim si parametër krahasimor gjendjen para 5 vjetëve, 10 vjetëve, 15 vjetëve, 20 vjetëve, 25 vjetëve, gjendja është më e keqe. Çdo vete më shumë po shtohen rastet e konflikteve familjare, konflikteve pronësore, numri i divorceve, braktisja e fëmijëve, problemet të ndarjen e bizneseve, sidomos kur partner janë ortak, janë vëllezërit ose familjare tjere, që të regon që kemi një krizë, jemi në një krizë të përgjithshme që nuk po muj me i mirë mbajt raportet e çfarë do lloji. Nuk po muj me mirë mbajt një familje kur unë mendoj që kur më pata meditu në këto të çështje pata thonë një prej suksese më të mëdha një grusë dhe një burrit nëse arrin me qiu 40 vjet me burrit vetë ose me gruat. Është sukses i madh në jetë në këtë kohë, ndoshta para 50 vjetëve u kon normale sepse pak janë divorcu. Pak ka pas divorce, shumë pak, ka qenë turp social divorci. Kurse sot është shumë normale, domethënë për pak, për kur gjë është prishë. Nuk te i kalohen probleme. Me mojt sot, mendoj që është shumë qaj që e arrin me rujt familjen, me nejt me një gru, ose me grun e ti, gruja me nejt me burrin e vetë, me duru. Qasa i ka dhënë Zoti, 30 vjetë, 40 vjetë, vallaj është gru e madhe dhe burri ma. Sepse është bo shumë sfiduse, ashtu edhe biznisën, familja, edhe mendoj që kjo është ajo shkaku kryesor, për shembull te problemet pronësore është dëshira e madhe, kojta, lakmia.
Domthon ku lakmia dhe dëshira për pasunim është para tolerancës edhe para vlerave të një marrëveshje ashta që kanë pas gojore ku e mon fjalën burri edhe e bën kabull edhe me toleru me lshu diçka veç mos me prish raportin me vllahun. Pse sepse shenjtëria e vllahut që nipat mu rrit bashkë është shumë më e madhe se sa e pasoni që tek e fundit ki me marr, ki me hongër edhe çka në fund, edhe ki me vdekjes, ki me marr me veti. Po duke mos jetu me këto koncepte, duke mos i ushqy, jena në këtë krizë që çdo ditë më shumë njerëz po dështojnë moralisht, edhe kjo po sjell marrën mas pari për ta, duke i në konflikte me vllazni, me motra, duke i përjashtu motrat nga trashëgimia, duke i mshef pa turp, në emër të justifikimit të traditave shtypse shqiptare që i kanë para 50 vjetëve, 100 vjetëve që grata din as që menohet me trashëgo, është e drejtë e tyne. Është e drejtë e tyne dhe ligjore, është e drejtë e tyne edhe caktuar nga Zoti. Pse tem jam hën, tani për shkak kësaj, po kemi konflikte që edhe 1500 avokatë, 3000 më bu krejt kanë punë, se për çdo ditë domethënë po rritet numri i kontestave dhe i problemeve sfiduese për shoqërinë. Po, e vërtet, pajtohem me këtë gjë. Raimonda, në përgjithësi përmendëm pak këto raportet familjare që përçohen, a mendon se edhe mos komunikimi, mos pa njani me tjetrin humb komunikime edhe nuk shkon të një familjar për me kërku hall e dert. Edhe në farforme krijohet që thamë edhe pak ma herët një raport ma i ftoftë. Po, pa tjetër, sepse kur një kohë gjatë nuk je në rrjedha të ngjarjeve të familjarve, edhe kjo e krijon atë ftoftsinë. Unë tek vetja ime, nëse edhe 1 minutë ose 2 minuta i kaloj me tezët e mia ose me hallën time, unë e konsideroj privilegj, e konsideroj që jam di shumë mirë, edhe që kam merr një këshill, merr një mendim. Edhe shumë dashuri, sepse në fundit krejt që na duhet prej familjes është një dashni prej tyne, me na e dhona të mbështetjen që na me mujt me vazhdu më tutje. Edhe unë munduna për mesët time të jap për vajzën e motrës, të jap një ngrohtësi të tillë që ajo të ndihet sikur se është me nanën e vet ose me dikon tjetër të familjes. Domethënë, kjo mendoj që është roli i kësaj familje pak më të gjerë tek njëri tjetri dhe tek nipat ose mesat që i kam. Tek fëmia ka shumë rëndësi halla ose tezja, sepse atë që nuk mundet me ia thonë nanës ja thot tezës. E diskuton shumë, është vërtet. E diskuton shumë, edhe tezja duhet me qenë shumë besnike, mos mi tregu nanës mesës, se qka i ke thonë, që me kriju një farë raporti pastaj me dash me po. Po, ndërlidhen pak këtu si doktorish, ne i trashëgojmë, dhe me thonë, 25% të gjeneve prej gjyshit dyshës, tezës, hallës dhe dajës, dhe është shumë e rëndësishme që këtu tipare, qoftë fizike ose qoftë të karakterit, që na i kemi trashëgu prej antarëve të familjes, të prezenca e tyre të na i sforcoj duke na tregu ose duke i po se cilat janë ato tipare. Dhe mandej na ti ndërlidhem edhe ta përdorim si krenari për më tutje për jetën tonë. Kjo mendoj se kjo ndërlidhje mes gjenetikës dhe mes vetë prezencës së tyre në familje është shumë e rëndësishme për me na bo me undin na krenarë. Dikon shumë Donika? Në psiqikën e fëmis, raporti teze, hall? Po, që shtash edhe ma herët, se roli i tezës, sidomos edhe i hallës të vajzat, ka një ndikim shumë të madhë në anën emocionale të vajzave, mbështetje në mbesës në këtë rast. Lunë shumë, përkraja shumë e madhe, mbështetja edhe vetëbesime. Po edhe të djemët? Po edhe të djemët është në anën e konkurencës ma shumë. Ka një karakter ma të fort, djemët e cilët kanë lidhje ma të fort me dajen edhe me agjen, janë tipa më konkurusat të qenurit fitues, sepse ta japin kronë më shumë. Babat edhe nanat janë gjithmonë që mundohen me ullë fëmijët pak. Ka një ka dole, s'ka dole, kurse doja edhe tezja, halla, agji, janë gjithmonë ata që i stimulojnë për me mu bu fitimtar. Prindet janë të ndiheni mirë, ma shumë. Po, pa tjetër, Vesh po du mu lidhë që këto janë të folë për gjeneratat e reja, për shambull. Unë nuk jem shumë e vjetër, po flasë për hallat e tezët e mia, nështë për shkak të mentalitetit atëherë, nuk është që të kanë dhënë ashtu dashnije dhe të kanë trajtu, që shi trajtojmë nesët niprat edhe mesat e tona. Ata nuk është që na kanë ofru ashtu. Edhe mendoj që po pavarësisht që nuk ju kanë ofru, prap
Lidhja ka qenë Lidhja ma e po, madhe. gjithherë ka qenë me fort. Ka qenë atëherë kur jemi konë vogël, nashta se kur kemi fillu me Azreni po bon me kryo, është. Në besoj që atëherë u konë lidhja dhe ma sinqert. Sot mendoj që jemi individualist, nashta i dojnë avish tunt, apo kuptan, por nuk është që i dojnë atje që i ka ndosh. Jo ka interes, ka mendoj që ka hupjet aspekteve shpirtnore, është dopsu shpirtin njerëzor sot. Natyrshmëria jona, ajo bujaria, zemërgjërsia që mi dashtë edhe tjertë, edhe të hallave, po mjaftohu me tonin. Edhe abden dhe mëna i kujdesi është shumë i shtumë për shumë të fmit. I këshyrën fmit, sikur adin me i rrëthu me 20 elemente që me rujtë shëndetin e ti e tjere tjere, dhe mon kemë vëmendje se cile ka ndajt vetit. Ma erët para luftës, mendoj që ka pas një përkujdesje gjanë, një bujarie dhe prej familjarve gjanë, s'po flasë për gjysh e për halla, për që i ki shumë tafër, po edhe ma gjanë, ka pas një kujdes. Kjo ka qenë se njerëz kanë qenë më bujarë, kanë qenë më... A kanë qenë më besimtar, Azran? Jo, unë mendoj që... Si e logaritme që nëse po e përmendim kanë pas më shumë vlera morale. Kanë qenë njerëz më fisne, kanë qenë më pak të prishur nga të mirat e kësaj bote, dhe më thonë, kanë qenë më pak materialist, nuk kanë qenë në një garë ku angazhojnë shumë për pasoni, edhe që ajo ndikon që ti masanaj mos me ndjek rrugë për mu pasonu, e mu prish moralisht e që ato të mirat që i bën nesër me mujtë me i shfrenu, një të shfrenu me ditës e të natës e tjere tjere, që ndikon në transformim moral tonin, dopse moral, një farë individualizimi, ku të rritet egoja, ku ti pastaj me rritjen e egos, ti do më thonë fillon me adhuru vetën, e ki vetën qendër dhe vëmendjes, edhe të hupa jënë djeshmëria ndaj tjerve, sepse menon që je mbrim, që ki bo do pare, ke bo një kërë, ke bo një shpi, një banes, edhe tani kjo nuk një ti nevoj për muni normal si kurse pjesa tjetër. Ajo që thanë fillim njëra për paraforës, është që kemi qenë paraforësisht barabart, ka qenë një nivel social, një nivel ekonomik, edhe qaj e farë barazia ka prodhu solidaritet. Qaj solidariteti ka qenë një gjashëm, edhe si rëstati saj ka pos një ndërveprim shoqëror familjar shumë atë mirë, shumë atë natyrshëm, ko njëri tjetri ka gjenë mbështetje shumë atë madhe se sa që gjenë sot përgjësi, sepse familjet përgjësi ka një fardoj shkputje dhe cila është të vazhdu, edhe fatkeqësisht, se tash unë jem gjenerat 91, po përshamë gjeneratat e maslivt që kanë lindë masluvës, 99 e tuti, as që e kanë këtë kujtesë historike, ajas nuk e din që shukon para luftës e që është mas luftës, do më thonë që këtë transformim. Këtë transformim më rëzik që i fmi tonë edhe ma shumë komi kop nëse na nuk rina gati vetë si model që tu i ru mardhonit familjare, tu ftu musafer, tu shku musafer, mi jam ndërtu, mi jam ngulit edhe aty në si tradit që ata me mujt me rujt kur të rritën. Po, pastaj zonja Abatie kanë thonë që nëse hanë në një tavolin me gjithë familjen, për para nuk kam pas si cili pjatave që veç, po ka qenë tepsia, edhe kanë hongër me një vend. A ndikon kjo pak, po du me i pyt juve të dyve, po e nisi me zonjën Ne që jem matë më shumë. Po ashtu ko një farë tradite, nuk e di që shme spjegue. Kanë thonë që kur kanë hongër edhe bashkallaku u konë edhe pjalt, edhe bereqeti, edhe pjalt janë konë rrëth sofret mira, gjithë shka u koma mirë, nuk e di, nashta mu më duke që jam e asaj kohë. Jo, që ndromë rapa dëshirës tënde, pse jo, ajo është që ajo ti e do edhe vërtet është se vjen keqë. Shumë, ne për para jemi konë ma shumë me kunete, si të thash, edhe për para, po jemi konë me një fa lezeti, edhe kur jemi ullë në sofer, edhe kur i kemi pos gjitha dertet që shtojnë të lashet e tëna, i kemi pos bashku, i kemi zgjedh bashku. Po edhe tash kush dënë mundet me familje, me komuniku. Une, për shembull, une shumë komunikoj me familje time, po edhe i kam gjithë bashk, gjithë ofer, gjithë punojnë 3 bashk, 3 nuset bashk, e kem një biznes, kështu që ja doljum. Po, unë mendoj që edhe unë jam kryesore aty që është aja familje, a që mirë. Nana gjithmonë janë kryesore, kur s'është nana, kush mi mbledh, mande. Që dhe atë bisedën të tepsia. Po, të tepsia. E vërteta është që për para s'ka pos, nashta edhe lukë për këtë familjen është. Në hongër njëherë të mëdhejt, ta nejtë fëmija. Ose njëherë fëmija, ta nejtë mëdhejt. Unë këto nuk e Edhe se cila shpije ka një autoritet familjarë.
Ka qenë një person që ka Në qenë... fakt, ka qenë pak ndryshe, kanë hongër të mëdhaj tani fëmija. Shka u mirë e kanë hongër fëmija. Sofra e dytë kona E jo. që kjo s'von përqenë. Ashtu Po du me thonë, na e këna pas gjyshen që për gjyshen tem, unë jom I lindur në Ferisaj. Edhe na dhe 19 antarë kemi qenë maksimumin në familje, gjyshja jem, na ka privilegju fëmive. Mini ka desht ma shumë se antarë të familje, se djemë Të mëdhaj, të rriturit, po. Edhe ka qenë kjo, që kur kanë hongër të mëdhajt, me që atë lukë që ka hongër që ai personi autoritativ në familje, që ka pas autoritet ma shumë, ka qenë Ogja, I burgosën ka qenë ma herët, edhe një lukë që ka pas ai që ka hongër krejt u shtyshëm, cili për merë lukën e tina ma. Që me I përngjo. E vërtet. Po, definitivisht. Kalojmë këto përvoja kështu pak personale. Po, edhe mos të harrojmë se gjithë ka 2 tepsije I kena qitë. Po, ti se një tepsi kujti ka dalë, ju ta më puna. Ka, në këmë dëgju që kanë shku familje për mi 40 antarë. Po, e vërtet është. Po. është edhe ka bereqet, është edhe një hadith që profeti Muhammed, po që e Zotit që më bitot, thotë që hani bashkë se ka bereqet, për një me ka bereqet se diçka që e ndojmë, dhe më thonë, këtë ras kur e ndojmë, e shtohet me njëri tjetrin, ndarja e tavolinës, ndarja e banesës, ndarja e veturës, çka do qoftë, ajo e bën një lidhje me njëri tjetrin. Është që e bereqetet në raportet me çatyn e njerëzve. Prandaj është e stimuluar edhe shqiptarët e kanë pas këtë traditë historikisht që me hongër bashkë sofër. Tani kjo e para e dyta është për shkak mendoj mundësi se kanë qenë familjet mëdha e kanë hongër bashkë. Mirë po sot mendoj që njëri janë nështë edhe vetë, nuk hojnë kanë hongër. Prandaj është traditë për shembull dreka Bajrami, sepse e bashkon familjen. Esenca e drekës dhe esenca e fesës është mi bashku njerëz. Nuk ka diçka tjetër, veç me rujt familjen si tërsi. Duhet me gjetë më të mirën, do me thonë, me shikuanën pozitive edhe që feja na jep, edhe që traditat tona shqiptare ndërlidhen me njëna tjetër në mënyrë që t'jemi sa më afër. Okej, ne jemi pothuaj se në fund, e gjithashtu këtu I kam pyetjet sfiduse. Këto, jo që jepet fundi me këto pyetje, sepse temat ma treja qelën qëto, I kemi bashkë besoj edhe disa minuta. Po mundohem me shku me rregull. Taman, zoti Sadudin, kjo pyetje është për ty. Mos e hap një herë. Raimonda për ty. Valdete për ty. Azren. Edhe për ty një pyetje. Zonja Batia një pyetje. Dhe Donika. Pyetje sigurisht që janë rreth kësaj që na e diskutum, po që janë pak më pikante, ndoshta që unë smujta me ju pyetje. Një aktrim kështu, atë në kishë, s'po me ju pyetje. Okej, nisi me zotin, ose me zonjën Batia. Okej. Ta shohim që për zotin unë nuk e di se çka ka, ju të tjertë për të risa, mundi me hap. Të shofim tash. Kena drejt me ndërru. Shtim, jo, s'ka drejt, se janë të personalizume. Cila është pyetja? Kë e viziton për festën e Bajramit? Kë e viziton të parën që të bjen mend? Parën e vizitoj, e kam një qik që në luftja kanë vra burrin, e është vetëm me një djallë, gjithë herë kena insistu të parët aty me shku. Zemra nanës shkon aty Zemra nanës kujdhem dhami. E vërtet, e vërtet. Një përgjigje shumë e sinqertë. Pasandej gjithë. Gjithë familjartë. Unë kam pyetjen e lehtë, a e nje djalin e djalit të Agjës dhe kur është hera e fundit që e ke parë? Djalin e djalit të Agjës. Okej. Po, e një, 3, kam fatkeqësisht janë shumë pak, vetëm 3 prej djemve të Agjës janë, edhe janë 3 djemë të Agjës që kanë një djallë. Hera e fundit njënin prej tyre e këmë taku, aja është vjen Tijani, vjen në shkollën Meto Bajraktar, unë e këmë taku në Kopshtin Buzëqeshje. Okej. Do me thonë në Kopsht, ka 2 ditë që e ke taku. Po, e njëftë. Ka qenë rastësi, apo ke kërku me u taku me ta? Jo, rastësi, se kam unë edhe vajzën atë, Tu e qunë... Po, kena mojna lidhjet të Afrika. Raimonda? E imja që ka pak, nëse të thret një mik ose një familjar në telefonët të njëjtën kohë, cilit ja hap I pari. Një shoqja, një familjar. Një mik, po, ose një familjar
Me të vërtet, është pak e vështirë me ndo. Am varet cili familjar. Kënë telefon? Po. Së në thirin dytë për... Po, shka jo. Ani të thirin të dytë mas një minutë tjetëri. Jo në thirë, tani tjetër në kim pritje. Nga njerë kam një ndjesi kur më trosin familjarët, ajo në shëndësh, ajo mirë, edhe që ajo intuita e brendshme ka njerë përshte me ja hopë më përpara familjarët. Kujt je përparësi nëse e ke lënë të njëjtën kujt je përparësi? Ati që i ke thënë të parit, po, apo ka përparësi edhe pse i ke thënë shoqës po, familjare? Varet kush për familjes, po ndoshta familja pa ka prioritet për shumë arsye të ndryshme. Ose nëse se gjeja ashtu ndarjen, mundona me i marrë bashkë në të njëjtën kohë dëtë. Është e vërtet, kjo na ka karakterizuar edhe si shoqëri që i kemi bërë bashkë njëri me tjetrin, janë njoftu edhe nuk ka pas problem. Valdete? Sa kusherin ke në listën e rrjetëve sociale që nuk i njen jetën reale? Mos thëm që kreti, kam që nuk muj me i taku edhe nuk i shën ashta me vite. Po flasë për kusherit... I pas ke shumë follower, sa? Kam. Po gjaja me ndjek në rrjetëve sociale. Edhe po thëm që po flasë për kusherit e 2-3, që nuk i shoka vite e vite. Kurse këta kusherit pak ma të afer, takohemi ko pas kohë gjatë verës, kur vinë pushime, se jetojnë shumica jashtë, për ka gjani numëri madhe dhe është fatkeqësi. Donik? Kur është hera e fundit që e ke ftu tezën për darkë. Unë të 2 tezët i kom në Zvicër, edhe njona në Zvicër, njona në Gjermani, edhe zakonisht kur të vim për pushime, veç mundohemi ma u taku, ka njerë të onë, ka njerë të ato. Hera në fundit jo më konë onë tash në pushime, kom qenë onë të ato për darkë. Garant herën e kalume i kom tironë, se veç po më kujtojtë. Okej. Azran? Kur është tjera fundi që i ke qenë të doja, para 10 dite. Se kam dojnë e madhë jashtë, ka orë dhe kam lidhë gjithë dojtë dhe nonën edhe lidhë bashkë. E do me thonë para disa dite, je taku kjo të tregon që do me thonë i viziton shpesh. Dojen mjafton me taku një herë 10 ditë edhe është në regull. Në fakt, dua ti përmendi edhe diasporën me qënë se shumica e përmendet që familjarët i keni jashtë. Unë mendoj që diaspora kanë qenë shembulli më i mirë për të na mbledhur edhe neve këto. Kanë dhënë shembull shumë të madh për të ruajtur raportin, traditën me familjet. Ndoshta shpeshherë kanë qenë edhe të paragjykuar nga ne që jemi këto duke shtu fjalë dhe nofka të ndryshme për ta, por gjithsesi ata mbeten një shtyllë shumë e rëndësishme e bashkimit familjar. Sepse ka shumë raste që kur na vjen dikush nga jashtë, thot, a unë u dasht me ardhe dhe me të bo bashkë ty, me dikon që je këto. Besoj që neve si njerëz duhet kemi disa virtyte, të cilat sigurisht që duhet t'i përmbahemi për të ruajtur shoqërinë, dhe parimet janë shumë të rëndësishme se çfarë ke në jetë. Nga ajo që kuptuam është kjo, që lakmia që tha Azreni, se kom qef me dhonë një konkluzion në kështu në fund, një përmbledhje, që zakonisht hallet e dertë tona janë tek paraja, lakmia, se çfarë po arrim, e po harrojmë se kush jemi edhe kush kemi qenë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e bisedës, zonja Batie, faleminderit, Valdete kënaqësi. Azran, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në studio. Zoti Sadudin, faleminderit. Raimonda, faleminderit shumë. Donik, kënaqësi. Nëse mund të shtoja një fjali vlerën fal, mendoj që askush s'ka lind vetëm dhe askush s'mund t'jetoj vetëm. E vërtet. Që duhet jemi së bashku për të pasur një mirëqenjet. E vërtet. Në fakt, nuk jemi askushi nëse jemi vetëm. Është shumë e vërtet kjo. Faleminderit edhe një herë. Shikues të dashur, do të vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit me diçka tjetër për të rikthyer pastaj me emisionin që na pret goxha gjatë, edhe pak kemi.